Kalim tani sërish në informacion, por flasim për luftën kundër migracionit të palishëm dhe korrupsionit, po sigurisht edhe krimit të organizuar. Duhet thënë se nga dita e djeshme do të ketë një dimension të ri, ajo që ishte forca e parashikuar me një bashkëpunim midis Britanisë Madhe, Kosovës dhe Shqipërisë, tashmë është zgjeruar se i takon rajonit, edhe Maqedonia e Veriut njëkohësisht dhe Malizi do të jenë pjesë e këtij bashkëpunimi. Megjithatë, më shumë detaje na jep gazetari Esido Barka, i cilin e kemi në një komunikim të drejtë për drejtë. Mirëmëngjes Esido. Mirëmëngjes Esido. Mirëmëngjes Flori dhe Brekena, ashtu siç e thatë dhe ju, në fakt është një rritje letimi bashkëpunimit sa i takon disa shteteve të rajonit, një task force tashmë e ngritur për luftën kundër emigracionit, kryesisht emigrimit të jashtëligjshëm. Në fakt ka qenë një këmbën alarmi e ngritur nga Britania e Madhe, pra Mbretëria e Bashkuar, ku në vitin 2022 në fakt krijoi letimi një aleancë me Shqipërinë për goditjen e emigracionit të jashtëligjshëm për shkak të fluksit të madh që Mbretëria e Bashkuar po përballej në lidhje me klandestin pra ilegal drejt tokës, që ato konsiderohen tokë e premtuar drejt Britanisë së Madhe, por ajo të paktën që u verifikua edhe nga vetë autoritetet angleze dhe ato shqiptare ishte pikërisht Shqipëria që përdorej le të themi si korridor hyrjes për shumë emigrantë, të cilët më pas dërgoheshin drejt vendeve të Bashkimit Evropian dhe më pas nga Franca drejt Britanisë së Madhe. Sa i takon bashkëpunimit në vitin 2022, pra e ritheksoi Shqipëria ka lidhur një le të themi një marrëveshje, një task force me Britaninë e Madhe, vetëm një vit më pas u bashkua dhe Kosova, ndërkohë duke parë suksesin të paktën ashtu siç i referohemi fjalëve të zyrtarëve të Britanisë së Madhe, duke parë suksesin që pati kjo task force në parandalimin e emigracionit të jashtëligjshëm, u pa le të themi e udhës që të zgjerohet si task force duke përfshirë edhe disa shtete tjera të rajonit. Kjo për shkak sepse Ballkani, kryesisht Ballkani Perëndimor, po shikohet si një korridor për kalimin e emigrantëve të jashtëligjshëm. Referuar shifrave ishte vetë drejtori i përgjithshëm i shtetit Ilir Proda, i cili tha se fal këtij bashkëpunimi të paktën në vitin 2022 kemi patur një bllokim le të themi prej 12.000, më shumë se 12.000 emigrantësh të cilët kanë tentuar që të kalonin drejt Britanisë së Bashkuar. Në vitin 2024 kjo shifër ka qenë rreth 644 nëse nuk gaboj, ndërkohë për vitin 2025 është përgjysmuar sërish rreth 300 persona të cilët po janë ndaluar për të futur drejt Mbretërisë së Bashkuar. Po do të ketë një strategji të re, si do të veprohet Esido, pra si do të bëhet ky bashkëpunim? Strategjia do të jetë e fokusuar konkretisht në pikat kufitare mes shteteve, qoftë Shqipëri dhe Kosovës, Malit e Zi dhe Republikës dhe Maqedonisë së Veriut ndjes, ku do të ketë një mbikëqyrje le të themi më të fortë në bashkëpunim me Frontex, të paktën dhe në pikën kufitare me Greqinë, për parandalimin e emigrantëve të jashtëligjshëm. E qartë. Po, Flori, ke një pyetje tjetër? Do thoya për sa kohë ka le të themi reflektuar për mirë dhe ka rënë numri i emigrantëve të cilët shkojnë në mënyrë të palishme në Britaninë e Madhe, ka rezultuar pozitive me Shqipërinë, kam përshtypjen që do të rezultojë me po të njëjtin pozitivitet edhe me këto shtetet që sapo folëm apo jo? Po, pritet të ketë rezultate pozitive, të paktën referuar shifrave dhe bashkëpunimit që pati Mbretëria e Bashkuar me autoritetet shqiptare, sa i takon skemave të paktën emigrantët e jashtëligjshëm kryesisht vinin nga Greqia në Shqipëri, kërkonin azil politik në Shqipëri. Kjo një skemë të paktën sipas autoriteteve për të fituar kohë, pasi nuk kishin qëllim për të qëndruar në Shqipëri, por thjesht fitonin disa ditë kohë në momentin që i hapeshin procedurat dhe me pas mendimin e personave të tjerë kalonin ilegalisht drejt Malit e Zi dhe me pas drejt vendeve të Europës. Mirë, besojmë që edhe teknologjia do të jetë një ndihmë ndoshta edhe për të verifikuar në kohë reale të gjithë ata të cilët mund të jenë eksponent të botës së krimit apo dhe që përkasin migracionit të palishëm. Faleminderit Esido. Faleminderit Esido.